Goja ju vjen erë, përdoreni këtë recetë dhe largoni për 5 minuta. Fryma e keqe mund të shkaktohet nga shumë faktorë, duke filluar nga higjiena e dobët orale deri te prania e bakterieve të caktuara në gojën tuaj. Gargarat komerciale shpesh përmbajnë më shumë kimikate dhe ngjyrues, të cilat mund të shkaktojnë dëme serioze shëndetësore, citon Medical News Today. Por, pa numër edhe përdorimi i alkoolit mund të sulmojë mishrat e dhëmbëve dhe gjithashtu të dëmtojë shëndetin e tyre. Nëse dëshironi të largoni frymën e keqe dhe të freskoni gojën tuaj në mënyrë të natyrshme, mjeti që do ju tregojmë në këtë video do të jetë në favorin tuaj dhe mund të japë rezultate fantastike për një kohë të shkurtër. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është një metodë natyrale e lehtë që mund të përgatitet në shtëpi. Nuk ka efekte sekondare dhe mbi të gjitha, është e sigurt dhe nuk e dëmton smaltin tuaj të dhëmbëve. Keni nevojë për këtë recetë të kombinoni 2 limona, një gotë me ujë të ngrohtë, një lugë çaji sot buke dhe gjysmë lugje çaj plur kanelle. Hidhini në një shishe lëngun e 2 limonave, kanellën dhe sodën. Shtoni ujin e vakët dhe i përzieni derisa të gjithë përbërësit të jenë të bërë të një trajtshëm. Përdoreni këtë recetë për të bërë 2 ose 3 gargara për 1 minutë secila. Gjithashtu, kjo gargarë natyrale do të eliminojë frymën e keqe falë vetive të mëdha antibakteriale të kanellës, të cilat do të stimulojnë gjithashtu bakteriet të largojnë edhe ato që shkaktojnë erën e keqe të gojës. Soda gjithashtu ka veti antibakteriale dhe është shumë e dobishme edhe për zbardhjen e dhëmbëve. Lëngu i limonit ka një aromë freskuese dhe gjithashtu ndihmon në eliminimin e frymëmarrjes së keqe. Dhe përdorimi i këtyre recetave në kushte shtëpie do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të përmirësuar shëndetin tuaj dentar dhe për të evituar edhe erën e keqe të gojës. Majdanozi gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër erës së keqe të gojës. Majdanozi nuk është thjesht një erëzë për të ofruar një bukuri të rrallë, pasi mund të përdoret në mënyra të ndryshme edhe për të trajtuar frymën e keqe të gojës. Majdanozi është i pasur me klorofil që përdoret edhe për të neutralizuar aromat e këqija të gojës dhe në mënyrë të tillë të sigurojë një mbrojtje më efektive të saj. Nëse përtypni pak majdanoz, ju mund të largoni frymëmarrjen e keqe dhe të siguroni gjithashtu një frymë më të qetë. Zjeni pak majdanoz me karafil, e lini të ftohet dhe përdorni atë si një larës goje për të larguar aromat e këqija të saj. Limoni është një alternativë e çmuar për erën e keqe të gojës. Kjo teknikë është efektive kur vjen puna për trajtimin e frymës së keqe që vjen nga qepa ose edhe nga hudhra. Hidhni një fet limoni ose shtrydhni një limon të freskët në një gotë me ujë. Më pas thjesht pini ose bëni gargar. Nëse nuk jeni të aftë të bini, thjesht vendosni pak limoni në gjuhë. Limoni do të stimulojë kështu aromën e keqe të gojës dhe do të mbajë larg pa pastërtitë e tyre. Përdorimi i ujit gjithashtu mund të jetë një lehtësues shumë i mirë kundër këtyre komplikacioneve. Një gotë e thatë mund të ofrojë edhe një zgjidhje efikase. Shtoni ujë të ngrohtë, bëni gargar dhe gjithashtu mund të konsumoni ujë vazhdimisht në dietën tuaj. Kjo do të jetë një mundësi e mirë për të mbajtur gojën plot me enzima të mira, të cilat do të mbajnë larg edhe aromat e këqija të tyre. Vaji mentes mund të jetë një alternativë e çmuar kundër problemeve të erës së keqe të gojës. Të merrni kapsulat me vaj mente janë tepër të rekomanduara për të ndalur frymën e keqe të gojës. Sipas një studimi të vitit 2008 doli në përfundimin se persona të cilët përdorin vajin e mentes patën një frymëmarrje më të freskët sa ata që nuk e përdorin atë. Vaji mentes është një stimulues shumë i mirë i erës së keqe të gojës për ta mbajtur sa më larg. Shmangni sheqernat nga dieta juaj pasi janë ndikues të drejtë për drejtë në erën e keqe të gojës. Sheqerna do të promovojnë një aksion në rritjen e shumë bakterieve, siç janë edhe ato të erës së keqe të gojës. Ndaj, nëse doni të përmirësoni aromën e gojës suaj, mangni me patjetër sheqernat e shtuar në ushqime. Gjithashtu era e keqe e gojës mund të ndikohet edhe nga faktorë të ndryshëm. Konsumoni një moll. Merrni një moll në vaktet kur dilni nga shtëpia. Mollët përmbajnë polifenole
dhe olisaridhe të cilat ndihmojnë në neutralizimin e aromave të këqija nga goja juaj. Ato gjithashtu do të ndihmojnë në pastrimin më të mirë të dhëmbëve dhe mund të mbajnë larg edhe komplikacionet e erës së keqe të gojës. Thithni një limon. Limoni jo vetëm që do të jetë i shëndetshëm, i mirë për aromën e gojës, por do të ofrojë gjithashtu edhe një lehtësim kundër komplikacioneve të shëndetit. Ndaj, riskat e vogla të limonit mund të jenë zgjidhje natyrale kundër erës së keqe të gojës. Gjithashtu, nëse era e keqe e gojës shkaktohet nga komplikacionet të shëndetit tuaj, adresojeni sa më shpejt ato tek mjeku përkatës. Gjithashtu, Dita Botërore e Shëndetit të Gojës festohet çdo vit më datën 20 mars për të rritur ndërgjegjësimet edhe për të përmirësuar higjienën orale, e cila përfundimisht mund të ndihmojë në reduktimin e problemeve orale. Kjo ditë festohet në mbar globin dhe stomatologët në të gjithë botën përdorin platformat e tyre të ndryshme për të promovuar higjienën e tyre më të mirë orale. Ata gjithashtu flasin për praktikat më të mira të higjienës orale që mund të ndihmojnë në parandalimin e problemeve tuaja. Shumë njerëz nuk e marrin seriozisht shëndetin e tyre dentar dhe përfundojnë gjithashtu edhe me probleme të mishrave të dhëmbëve, siç janë mishrat e dhëmbëve të fryrë, të infektuar dhe disa kushte të tjera. Prandaj është e rëndësishme të kujdeseni për shëndetin tuaj. Disa njerëz vuajnë kështu nga era e keqe e gojës, e cila është gjithashtu një shenjë e higjienës së keqe orale në shumicën e rasteve. Të shkosh te një dentist mund të mos jetë gjithmonë e mundur, megjithatë gjithmonë mund të përdorni mjete juridike shtëpiake që mund të ndihmojnë nëse vuani nga era e keqe e gojës. Këto janë disa nga produktet shtëpiake që mund të ndihmojnë kundër erës së keqe të gojës. Kosi. Nëse vuani nga era e keqe e gojës, kosi mund të ndihmojë në këtë aspekt. Bakteret e shëndetshme të pranishme të kosit, të quajtur Lactobacillus, mund të ndihmojnë në largimin e bakterieve të këqija nga goja juaj, të cilat përfundimisht mund të punojnë për të reduktuar erën e keqe të gojës. Probiotikët janë të dobishëm në reduktimin e erës së keqe të gojës. Farat e koprës gjithashtu mund të jenë një lehtësues shumë i mirë kundër këtyre komplikacioneve. Këto janë përdorur si freskues goje për shumë vite, ndihmojnë në freskimin e frymëmarrjes dhe kanë një shije të ëmbël. Ato përmbajnë vajër esencial aromatik që japin freski frymëmarrjes tuaj. Çaji i jeshil. Ky është i njohur si një ilaç efektiv për erën e keqe të gojës, pasi ato kanë efekte disinfektuese dhe deodoruese. Këto veti ndihmojnë në freskimin e frymëmarrjes. Ju mund të krijoni gjithashtu një filxhan çaji dhe ta vendosni në frigorifer gjatë natës. Të nesme në mëngjes, hidheni në një shishe dhe pini atë gjatë gjithë ditës. Larja e gojës mund të bëhet edhe me përdorimin e sodës së bukës. Bikarbonati i natriumit mund të ndihmojë në largimin e bakterieve të këqija të pranishme në gojë. Për të bërë gargar me sodë buke në shtëpi, shtoni 2 lugë çaji sodë buke në një filxhan me ujë të ngrohtë dhe bëni gargar. Gjithçka duhet të bëhet për 30 sekonda dhe më pas të përshtyhet dhe mund të bëni një shpëlarje të gojës me ujë të bollshëm. Edhe portokalli mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër aromave të këqija të gojës. Shumë njerëz vuajnë nga aromat e këqija të gojës sepse nuk prodhojnë mjaftueshëm përshtyp. Kur nuk ka përshtyp për të larguar bakteret me erën e keqe, kjo shkakton erë të gojës. Këtu vin portokalli në shpëtim. Ky frut në sasi të lartë të vitaminës C, të pranishme në të, e cila ndihmon në rritjen e sasive të prodhimeve të përshtymes. Rritja e prodhimit të përshtymes mund të ndihmojë në largimin e erës së keqe të gojës dhe në përmirësim më të mirë të higjienës tuaj dentare. Përdorimi i këtyre teknikave në kushte shtëpie sigurisht që do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të larguar papastërtitë dhe erën e keqe nga goja juaj. Gjithashtu, për të pasur një aromë më të mirë të gojës, duhet të pastroni gjuhën tuaj më shpesh. Shtresat që formohen normalisht në gjuhën tuaj mund të krijojnë gjithashtu edhe erë të keqe të gojës. Prandaj duhet të pastroni gjuhën sa herë që lani dhëmbët. Gjithashtu mos harroni të përdorni edhe fillin dentar, i cili mund të jetë një zgjidhje lehtësuese kundër aromave të këqija të gojës. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.